Me rastin e certifikimit të zgjedhjeve, i ndrohet statusi i qeverisë dhe kjo qeveri në tërësi përfundon si qeveri në dorëheqje. Ka ndonjë pasojë juridike që i penalizon. Sipas qëndrimit tonë, nuk ka nevojë që aktorët qeveritarë të cilët janë zgjedhur deputet të japin dorëheqje në momentin e certifikimit. E para, parimisht duhet me dhënë dorëheqje, gjithë anëtarët e kabinetit që janë sot ende në detyrë, duhet me dhënë dorëheqje për faktin se Kushtetuta e Kosovës, por edhe ligjet në fuqi, nuk lejojnë që një person të ketë njëkohësisht statusin edhe të deputetit të zgjedhur edhe të ministrit që mban funksionin aktual. Për këtë arsye është mirë që para se të certifikohet zgjedhjet, KQZ-ja me certifiku listën e kandidatëve vetëm të atyre që kushtimisht kanë pranuar mandatin e deputetit. Por jo edhe të atyre kandidatëve që kushtimisht munden të kenë ndonjë funksion tjetër në pushtetin e qeverisë apo në pushtetin ekzekutiv siç njihet. Përndryshe, e dyta, ka edhe një dispozit tjetër brenda ligjit për qeverinë. Njeni 31, përkatësisht njeni 80 dhe njeni 31 paragrafi 7. E lidh fatin ose mandatin e qeverisë së rregullt ose përfundimin e këtij mandati me përfundimin e mandatit të legjislaturës apo të konventit të kaluar. Me rastin e certifikimit të zgjedhjeve, i ndrohet statusi i qeverisë dhe kjo qeveri në tërësi përfundon si qeveri në dorëheqje dhe i ka kufizimet e një qeverie të plot në dorëheqje dhe nuk mund të ushtrojnë mandat plot as kryeministri, as qeveria dhe as ministrat, por nuk mund të ushtrojnë kompetencat e plota sikurse i kanë pasur. Parimisht po, mund cilësohet se goditet edhe kushtetuta, sepse e ndalon është një nën aty që flet për papajtueshmërinë e ushtrimit funksion. Ja ndalon edhe deputetit që njëkohësisht me qenë edhe antar i ekzekutivit, por edhe i ekzekutivit që njëkohësisht me qenë edhe antar i deputetit. Po ashtu shkelet edhe neni 26 i ligjit për qeveri, por pasojë juridike nuk ka. Po duhet me sqaruar që KLPS vlerëson që secili i zgjedhur ose të zgjedhurit që kanë marrë vota për që mbajnë poste publike do duhet të heqnin dorë nga të njëjtat para certifikimit zyrtar të rezultateve nga KQZ. Në rastet të njëjtit, hipotetikisht, do të mbanin edhe pozitat dhe do të certifikoheshin, ata do të bënin shkelje kushtetuese. Nuk duhet që të krijohet një vakum i tillë institucional që të dërgohen dorëheqje nga postet ministrore deri në ditën kur bëhet betimi i deputetëve. Për këtë arsye, në këtë situatë, sipas qëndrimit tonë, nuk ka nevojë që aktorët qeveritarë të cilët janë zgjedhur deputet të japin dorëheqje në momentin e certifikimit, mirë po kjo duhet të ndodhë vetëm në momentin kur të njëjtit betohen si deputet. Ligji për qeverinë në rastin konkret është vetë problemi, për shkak se është një ligj që nuk ka adresuar këtë situatë. Për këtë arsye interpretimi duhet të shkojnë në kuptim të interpretimit sistematik dhe logjik direkt të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe që të mos zbatohet ai nen që kërkon dhënien e dorëheqjes. Përkundër faktit që nuk zbatojnë drejt për së drejti normën ligjore në këtë rast, interpretimi direkt kushtetues në rastin konkret edhe e legjitimon mos zbatimin e kësaj dispozite të ligjit që në fakt është një dispozit e dobët, është një adresim i dobët ligjor që i ka bërë në rastin konkret dhe që e bën të pazbatueshëm në këtë situatë.